fare se sa mbaruam këto punët tash edhe doja ta bëja këtë fjalim apo ku dëgjoj një mundim sa do të vogël për të folur për të temën dikur më vonë, po s'mundej nga gjërat e fundit që dëgjova. Ka të bëj me atë klubin e komedisë që u mbyll para disa kohësh dhe shumë opinione që për mendimin tim fatkeqësisht janë ignorante. Ku njerëzit mendojnë që pse ata bëjnë këtë lloj shaka, sepse ofendohet 1, ofendohet 2 apo ofendohet 3. Ne automatikisht qofse do themi që po të bëj shaka me këto në ofendohen këta, dhe kur bën shaka me të tjerët nuk ka gjë. Do të thënë le të ofendohen, do të thënë që po mbajmë manë. Tani çfarë po bëjmë ne? Kë po gënjejmë? Po gënjejmë veten. Kush është më i mirë nga tjetri? Cila fe është më e mirë nga tjetra? Do fillojmë nga kjo. Tani kushtetutë laike je shtet laik. Do të thënë që je neutral, nuk e të bësh me asnjë lloj feje. E para fare që të drejtat që kanë fet mbasi janë në letër në Shqipëri, të tilla që janë të barabarta, domethënë, po në të vërtetë jo nuk janë ashtu. Dhe kjo vjen nga një individ që jam me familja ime janë musliman, edhe të gjithë nga mbrapa, nga 2 anët. Gjyshim Ramet Bast ka qenë hoxh, ama gjyshim nuk ka qenë si këta plera që dalin tani. Gjyshim asnjëherë nuk na ka thënë do bëni kështu, do bëni ashtu. Kjo thuhet, kjo s'thot. Ai thoshte vetëm kur jam unë mos bëni këtë gjë. Do të mësosh diçka për fen, hajde ul këtu, do të tregojnë gjyshi. Doni të pini të bëni, prit të mbaroj gjyshi dhe bëni. Nuk ka dalë ai si këta fizderat që dalin nëpër portale dhe thonë jo të çoheni kundër atyre. Edhe që del një topi, një kokra ignoranti që vetë i bën kërcënime jetë e tjerë si bëjnë shaka. Ore individ, në qoftë se shaka nuk të pëlqen, mos qesh, mos shko, mos paguaj për atë. Në qoftë se nuk do i pëlqes, në qoftë se ajo vërtet është një shaka e tepruar, ajo nuk do i eci ati. Aq e ka hapni. Qofse kjo ai vërtet ishte në atë stadin që ishte kod varilisht, do të thotë që nuk ka drejt për atë, dhe ai tipi ose do ndryshoj, do i përshtatet ambientit, ose ku dëgjon, do e lej fare si komedi. Po dalë burrë, se kush jemi ne për të gjitha i di. Un kam një shok që më thotë gjithmonë që ne bëjmë sikur i dim të gjitha. Po çfarë lloj gjë që flasim ne nuk i dim. Në vend që ti të suportosh atë, sa do i keq të jetë, më fundit, llumbi i komedisë ti edhe. Në vend të suportosh dëshirën e tij open mic që ka dalë atje, me sa di unë, është klub që i bënte open mic, që tani e arasën tapin, tani nuk është më. Ne themi pse e bëri ai atë. Po pse mos sa bënte? Ç'a problemi ka këtu? Më ne ku të gjejmë diçka të tillë që ti bjeri çekanit atje te goshta. Unë ta provoj. Nëse do ishin tolerant kështu pseu do qysh e thon jo po kanë toleruar apo kanë çfarë kanë toleruar. Ku s'kan para asnjë host tjetër të thojë që o vlla, unë nuk e ndaj këtë mendim që kishte ky hoxha. Mua nuk më pëlqen, unë ndihem i ofenduar, po juve qofshni ju që jeni do ikni në fera apo ku dëgjon. Çoj demonët me ato gjëra ç'a bën ata. Nuk ka dal asnjë mefti asnjë. Pse? Se i pëlqen. I pëlqen, ata ato duan, është shtypje. Shumë bukur me politikanët themin e kështu janë ashtu, ropë të motra çaj mban shtëpia nga lloj më të ndryshme. Me analistët po. Del një pedagog në një kështu po qen birqeni. Kurse këta që janë literally kanceri i shoqërisë, në çdo lloj shoqërie të mundshme, është nuk e di, se vetëm në vendet e varfra janë kështu siç janë, që është tek ne. Ne këtu i thejnë, pa jo, se me ata nuk bëhet çaka. Kush je ti mër vlla, kush je ti mër plak. Edhe kush jam unë në atë parë. Unë s'e kam asnjë lloj kualifikimi tash të gjykoj tani ishte komedi e mirë apo s'ishte komedi e mirë. Mua më pëlqeu ajo, do të qesh. Nëse s'm pëlqeu nuk do qesh.
Edhe herën tjetër nëse do vetet e një klub që e di që është i ftuar filan persona, vllai, do bëj, unë do ta dini se pas nëse ky tipi ka këtë lloj komedi, unë nuk do vetes se s'm pëlqen. Po kush je ti më plak të thosh jo, nuk bëhet kjo. Qa je ti më plak? E student si puna ime, apo jena një kamarier, jena një banakier, siç kam qenë unë përpara. Apo kush e di çfarë punë bën? Apo je hoxh? Apo je politikan? Në të gjitha këto rastet, qa ka rinditi nga komedia? Ti ke vajzë atje për të qeshur, nëse s'pëlqen edhe një herë, mos qesh, dil jashtë. Asa bukur qonë, nuk rjetu, i që vetëm do ikin nga ky vend, jo, na vrasin për drogë, vetëm leku pisët ben, vetëm kjo, vetëm ajo. Po pse më kjo nuk ju hyn juve në sy? Qa drejtimi po marrim, a kemi ne një të ardhme? Në vend që të ketë robë që thonë që komediantë të tjerë ose artistat të tjerë të thonë që ne nuk na pëlqeu ai shumë ajo, do të thënë. Ose nuk ishte klubi i dur, do të hapet një klub tjetër që të jetë me humor të zi, vetëm për atë punë. Gjeja emin çfarë duash. Po si mund ta bësh ti atë filanin më të keq se ai që vret e pret? Paradite i lëpijen bythve një lloj llumi që ka shitur çaki ka dashur trapi, e ka vrarë, ka prerë sa ka dashur. Në darke, duke postuar, thoni jo, po kjo nuk bëhet, sepse Zoti është i shenjtë. More këto që po bëjnë ata se tani duket sigurisht pak e njanshme, sigurisht vetëm me këtë fe. E ka kaluar, nëse ju e keni dëgjuar, për shembull, është një podcast që dëgjoj shumë, është Besi dhe Andi. Kam dy gjëra që i kam përmendur ata që un kam marrë shkas. Vetëm nga ato që kam dëgjuar atje dhe me gjithë pseudo reagimet e tjera që thjesht duan të duken të mirë të dynjas, që për mendimin tim t'ju vi turp nga vetja, se kanë potencial shumë herë më të madh se sa të lëpijen mbythësh. Në një plak, çunat kanë thënë atje për shembull që nuk janë më të mirë, as të krishterët, as ortodoksët, as një se islamikët, po vetëm gjë është që ata që këta po bëjnë tani, ata e bënin mes jetë. Edhe, me sa më mendon Besi ka thënë parafrazim që Islami po e kalon tani atë. Kjo është mesjeta e Islamit, domethënë. Ai tjetra ishte për pjesën e një marokeni, një bit domethënë që gjasme e kishin rrahur policia, edhe pastaj doli që i kishin rrahur kamarierët, sa i bezdiste lokalet e gjitha tjera. Në fund të bitit jepe që ne vdesim të shajmë njëri tjetrin, ja, ne jemi plera, ne nuk bëhemi njerëz, si trajtojmë emigrantët e gjitha. Edhe këtu duhet të dalun te pjesa që ne vdesim për të shar veten. Nuk ka mundësi. Nuk e di çfarë të them. Isha 2 javë me pushime, me shënxir jeta, hap televizorin, nuk e ça shef, janë të gjitha turqisht. Po ja u marrin kalan nga brenda, Skënderbeu po rrotullohet në varr tash, po qan me të madhe, po i bi atij arkivolit ku e kanë çuar, se nuk i diet as ku e kanë çuar. Nga kjo, feja e mirë. Ata po ka filluar një lloj propagande masive po që po na shtyp kokën ditë për ditë. Edhe vetëm gjë që na shkon ne në mendje domethënë është që jo, po se nuk bëhet ajo, se ne turqit i kemi vlezër, ose feja islame është feja më e pastër, apo ata na kanë ndihmuar kur na kanë qenë ditët tona më të zeza e të gjitha. Kë po gënjeni, vetëm po gënjeni. Hapni një libër, lexoni një libër historie. Si ju vjen çik turp nga vetja. Nuk na vrarë, na kanë prerë, na kanë shkërdhyer, çka kanë qenë nëna e baballar atëre, merr përpara, si çdo luftë, si çdo pushtues, si në çdo vend. Nuk po thot njeri fare, në asnjë lloj mënyre nuk po nxit asnjëri asnjë lloj urrejtje ndaj turqëve apo ndaj muslimanëve apo çdo lloj tjetër, as ndaj grekëve, as ndaj serbëve. Nuk po them unë ikni, vritini, pritini tash. Ama mos bëni e buri dheut sikur ne kemi ngren në një pjatë. Sikur ata e kanë hequr bukën nga goja dhe na kanë dhënë neve, se kokën na kanë shtypur. Na kanë shkërdhyer nga fillimi deri në fund. Çdo lloj feje. Kristianët sa ishin koha e Venedikut, i kanë coptuar andej sipër, ortodoksët poshtë,
Sa ishte koha që menin territoret greket, edhe sot e kësaj dite, deri në një farë pike, edhe këta plerat që e bëjnë tash. Edhe është njëta fe, more, se duhet të kuptoni, fet judaiste janë një fe, është thjesht si update, e kupton? Këto janë të gjitha kështu, judaizëm 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Pse duhet i ndajmë? Pse duhet i me atë bëhet çaka, Ti mund të thuash që prifterin janë pedofila gjithse janë, se ata kurva janë gjithë, janë plera nga i pari tek i fundit, ose shumica të paktën, se ka 2-3 që janë njerëz të saktë, siç ka edhe hoxhallar, edhe besimtar musliman. Edhe gjithaj që unë kam kushuri, domethënë gjithë. Edhe nuk janë ashtu. Po s'është problemi tek ata, se nuk po merren njëri me individin apo. E vetmja gjëja e parë që shkon në mendje pse nuk janë të gjithë ashtu. Nëse po nuk janë të gjithë ashtu. Po mirë bra, me që janë gjithë ashtu, pse nuk del njëri thoj që nuk jam unë me atë mendim. Unë mendoj se ajo është pak fyese, nuk është për ne domethënë, po ajo është gota juaj e birës vëlla, vazhdoni. Merruni me atë domethënë, pa çifat. Pse nuk mund të largohemi ne pak nga kjo ignoranca që për çfarë lloj teme të flasësh, domethënë një ekspert. Qëndrimi im që dua të mbaj dhe dua që nuk e di t'ia fus disi në zemër njerëzve, domethënë është duhet të mbaj një qëndrim neutrale për këtë. Gjatë gjithë historisë shqiptarët gjithmonë kanë mbajtur hanë dhe gjithmonë sa herë kanë mbajtur hanë, gishtin kanë ngrënë. As gishtin jo, thojnë, qa kanë ngelur, ajo, therimja e therimes, një gjë mikroskopike në fund. Pse duhet bëhe një në ndëshirë? Jo, ishte aji, pler, jo nuk bëhet aji. Ose këta të tjere që thonë që jo, këta janë agresiva, apo janë shumë gjitha. Fare, s'ka, pra të pun ka intelektual. Ti, individ që je pedagog, dil fol për këtë, sa e gabuar është që ti të mbyllësh gojën njerëzve, pavarësisht se çka ka të thoj. Kam frikë, sot e sa ditë kanë frikë të përmendin emrash të ashtu quajtur biznesmenash në emisione, se kanë frikë se çaj ndos, se kanë frikë se nuk e din do vjen në shtëpi apo jo atë natë. Edhe thonë që shumë gjë e keqe, po çana gjeti, çana bëri. Kur sikur vjen te puna te kjo fjalë, po mirë, shumë mirë kanë bërë aty se nuk lejohet. A jeni në rregull për ideot? A e dëgjoni ndonjëherë veten? Ku, qa drejtimi kemi në me të? Do ikim do bëjmë si Turqia, pastaj do ikim do bëjmë si ato që kanë ngelur andej. Se nga të gjithë ata që bëjnë si super fetarë, se super të mirë që vdesin për ato kultura, që gjithë që kanë qenë në emigrim, kudo që kanë qenë, nuk kam dëgjuar ndonjëherë në emigrim ai në Turqi, të ketë punuar në Turqi për një jetë të mirë, apo në Arabi, apo në Irak, apo në Iran. Jo. Sa ndej të sillin varr, kështu të kapin pe bolesh e të varin me një shkop atje kështu, domethënë se I do trapi atyre. Të gjithë vën këtej. Edhe këtej nuk vjen se janë njerëz më të mirë, thjesht është sistemi më I lirë, më liberal. Nuk të thot njeriu ty që pse I the ashtu kishës apo pse I the ashtu xhamis. Se është drejta jote të tallësh trapin me këtë të doj qefi ty. Ajo është liria e fjalës. Ti atëherë do marrësh parasysh, domethënë që kjo nuk mund të funksionojë, domethënë mund të jetë fundi I karrierës tënde, po jo I implementuar. Jo të jetë fundi I karrierës tënde se del një hoxhë thoj vriteni këtë ose mbylleni këtë. Ti jetë, nëse ti vërtet nuk bën për atë punë, do të ikë karriera sepse nuk do qeshi me njeriu, nuk do ta blejmë me njeriu produktin tënd. Ajo është. Ne po veprojmë si në mesjetësh. Edhe nuk bëhemi ne pasaj. Në fund është po nuk bëhet, këtë srihet, tu s'bëhet. Normali që s'bëhet, mos kur ti një njeri nuk e le të provojë atë ujin e ftohtë. Edhe ti sa budalla që është ky, merre hiqe nxirre jashtë mbyllja komplet, kështu internoja, çojini në spat çfarilisht. Se jeni një hap larg ndaj internimit. Se atë janë nxit jetën atij robit, filani tjetër që kishte klubin janë mbyllët. Edhe tani rini, fryni sytë e thoni nuk bëhet. Normale që bëhet, mos u ndjeni keq pastaj ku pas nesër jo vetëm reklamat në YouTube të dalin turqisht edhe serialet, por kur të filloni të mësoni edhe turqisht në ato apo arabisht, ku di unë. E për gjithë ata robë që mendojnë në atë lloj mënyre, unë them që hak e kini, do zoti njore më përpara për juve
Nuk e di, ose t'ju çojmë në një vend ose të bëhet kështu një enklav në Shqipëri, që t'ju fusin të gjithë brenda aty, të provoni njëra atë lloj fryme, atë lloj sistemi. Edhe pastaj ta shihni që doni ju tin ashtu apo s'doni ti tash. Ata po vinë nga piçka e sembës, nga Afganistan, nga Siri, nga lloj kancerozi atje, vetëm sepse nuk funksionon. Nuk funksionon regjimi i fesë asnjëherë, me asnjë lloj feje, as kristianizmi, as judaizmi, as të muslimanizmi, është një gjë, është njësoj si me komunizmin, nuk funksionon, ore provoje sa herë të duash, nuk funksionojnë, njerëzit kanë nevojë të flasin. Mama, ka që vështirë është kjo për ta kuptuar. Ka që vështirë është për ta kuptuar. Edhe për të kthyer pasaj në ana subjektive, që më prek mua, unë personalisht nuk jam dakord, jo më që më të përfshihen këta që të kenë ta të drejtë folje se kush do mbyllet e kush do mbyllet. Një pseudo hoçë si vjet turp nga vetja, që del me lloj dhe i dalin storyt e hoxhës, dalin anën atyre story të byllëve që nxjerrin ato të tjerat, bën me reelsa me gjëra kështu. Që thonë më mirë të vdesi qika se sa të martohet me të krishterë, apo që thonë lloj gjëra më të ndryshme kanceroze. Jo kjo, jo, domethënë. Po edhe ezani nuk ka fare pse të jetë aq i lartë. Të jetë, se edhe ato jingle bellët e kishës bien. Ezani në ngjon siguri në shtëpi më plak, e ngjon siguri ke me kufje në vesh. Edhe prap njerëzve nuk mund të bësh si çka me atë. Nëse kemi koncept, nëse kemi kaluar komunizmin akoma, ne akoma mendojmë se me kjo gjë thuhet, kjo gjë nuk thuhet. Kastriot Miftaraj është një person që ka bërë disa shkrime për këtë. Për ata që kanë dëgjuar, ja u sugjeroj, për ata që kanë mendim të kundërt, më vjen shumë keq për juve. Se është një perlë që ne kemi. Po unë nuk e kuptoj, domethënë, se si ne, me të gjithë historinë që kemi, me të gjithë ato të zeza që kemi kaluar nga të gjithë ana anës, të vazhdojmë të themi që nuk bëhet kjo, nuk bëhet ajo. Çdo gjë bëhet, everything goes. Është komedi më plak, është për të qeshur, nuk është për të marrë seriozisht. E merr ti edhe i bën analizën ti, ja po se kjo nuk është kështu, nuk është ashtu. Kush je ti më plak? Ti nuk ke asnjë lloj statusi, ti nuk ke asnjë lloj kualifikimi. Lë Republikun të vendosi për atë. Në qoftë se ajo nuk bën, po e them për të nuk e di se sa herë kam thënë. Në qoftë se ajo nuk bën, njerëzit nuk do qeshin. Është shumë e thjeshtë. Jo vetëm kjo, domethënë që ndodh në Shqipëri, që është shumë kështu po. Sulmojnë dhe institucion, jo, po e kanë vjedhur. Komedi klubet e i kanë vjedhur nga jashtë. Ata jashtë kanë pasur komedi klubin, edhe ne kemi tash. E kupton, është një nivel ignorancë të thosh që ka vjedhur ti në Shqipëri ke vjedhur iden e një robi tjetër andej. Po ata nuk po të bëjnë shaka për zezak apo për lloj drejtë shejtan çka andej. Ata po marrin një gjë që funksionon në një vend tjetër, po mundohen të sjellin t'ju hapi syt një popull dele që nuk e meriton fare për mendimin tim. E më vjen shumë keq që e them. Më vjen dhe turp nga vetja që e them, po që nuk e meriton fare ato lloj përpjekjesh për komedi klube. E mësuar të rish urt në shtëpi. Të ri urt në shtëpi, e dila të kafe lagjes e çau pasaj mbasi. Po s'funksionon. Normale s'funksionon, se ti po e ngucë tjetrin, po i them mos bëj atë, ki pis kak. Normalisht. Asnjë gjë nuk do funksionoj. Asnjë gjë s'ka për të funksionuar. Ja, po e kanë vjedhur nga ndeja, po ku? Çfarë s'ka vjedhur? Më thoj ti pra një gjë pra që është përveç izofonisë, që s'është as shqiptare 100% se është pjesë e Ballkanave edhe Kaukazit për atë punë, kanë shumë të tjerë iso. Po shumë nga ata persona nuk kanë as për ta ditur se nuk kam dëgjuar ndonjëherë asnjë gjë tjetër nga Johan. Keni noizerat edhe streserat tuaj që i dëgjoni. Gjithë ajo është muzikë, aty e ka lindur. Muzika e lehtë ka lindur diku tjetër, po dëgjon në Francë, apo unë jam ignorant tek pjesë, për shkak nuk e di se ku ka lindur, po që jam shumë i bindur që është shqiptare vëlla. Se ne mund të këndoni me ndonjë çifteli, me ndonjë gjë kështu, ato që kemi tonët. Ato që dëgjoni ju që kënaqeni,
Andej ka dalë. Ky podcasti që po bëjmë ne tash. Andej ka dalë. Po ti pse nuk quhesh Vjedhës? Ai që ka marrë klubin e komedisë edhe ka munduar ta përshtasin në atë shoqërinë tonë prapa mbetur, ai vjedh. Kurse ti që bën një pseudo podcaste dhe thoj që jo, po ata e kanë vjedhur. Unë këtë që bëj e kam timen, Se nuk e kupton çfarë hipokrizie është apo? Është për të ardhur keq. Çdo gjë ka ardhur nga diku. Ideja është si e përshtat ti në shoqërinë tënde, sa i jep ti, sa vlera jep ti. Edhe rrituni një çik në moshë, mos thani është më mirë se tjerë. Po do ta bësh kështu. Ti o zotri bën çfarë punë bën, domethënë thoshti jo, po nuk e bëri mirë ajo tash, do ta bëjmë siç e bëjmë ne, se ne e bëjmë bukur, ata e bëjnë keq. Kush je ti më valla? Si se kemi një çikë të ndjenjën e mirë burit, si nuk e kemi një ndjenjë supporti të them që ore ai vërtet mund ta ketë bërë keq, po kush e di, mbase ka pasur më mirë në mendje ka dalë keq, apo le ta provoj edhe një herë ose mos e ngacmoni, ose mos e le ta provoj një herë, se do atë vendos ai i lokali, do e lej të vej prap në mikrofon apo jo. Po pse do ta bësh ti, jo, ky ishte pler, vriteni. Çojeni në spaç, se nuk na pëlqeu ajo shakaja e tij. Një lloj nonsensi, një lloj paradoksi që unë nuk e mbledh dot mendjen, o zoti i madh. Në kur u bën ato dy vrasjet në Francë, njëra ai gazetari që ishte i Charlie Hebdo, si është ajo gazeta, edhe ky mësuesi tjetër tash ishin të gjithë, o zoti i madh, me kështu, je Swiss Charlie me flamura të Francës, jo kjo është urrëtie, kjo nuk është kështu, dolën ata lloj kryetarë të shfes të Shqipërisë krah për krau atje, domethënë. Kur bëhet për të tjerët vdesin, kurse veten tonë ne vdesim ta shajmë veten tonë. Pa. Emi që ambir që janë ne bëjmë çka me Zotin bëjmë kështu. Aman më sa hipokrita mund t'jeni. Deri ku do shkojnë? Ose deri ku do shkojnë juve që mendoni ashtu, e deri ku do shkojmë ne si shoqëri. Është e papranuar shumë. Qa thua tani nuk thua pasaj. Vdesim e ka thënë aq mirë ai besi, vdesim e buri dhe të shajmë vetën tonë. Është një gjë nuk e di. Vdesim e kemi fiksim fare ta shajmë, ta nxjeni vetën tonë sa më keq. E njëjta gjë është me atë koncertin e atij. Goran Bregović, që ishte për festën e birës. Nuk e suportojnë atë pjesën e hedhjes së gazit, domethënë nuk ka pse të bësh njerëz ja bëra atë. Gjuna, do ta bëj koncertin, lër ta bëj koncertin. Ju e morët mundimin tuaj për ta hequr atë për mos ta lënë, domethënë ata e morën prap. Gjithsesi ata rob që vajtën e dëgjuan lëris, ata llaj njerëzish janë, nuk e kanë atë ndjenjën. Pavarësisht se ti je kundër, pavarësisht se unë jam kundër, dhe unë personalisht subjektivisht jam vërtet kundër. Se ai duhet të kishte dalë gjatë gjithë kësaj zallamahie, duhet të kishte dalë ai fiks të thoshte që unë nuk kam lidhje me ata. Siç kam bërë çdo lloj këngëtarësh edhe për gjëra më të vogla, për gjëra woke, për gjëra kanceroze fare që s'kan lidhje, nuk kanë pasur atë lloj efekti apo atë lloj dëmi që kanë bërë serbët në Kosovë. Se kur u shpall pavarësia, ka qenë lufta, jemi vëllezër, jemi kështu, jemi të gjitha. Kurse tani kur atyre i duhet mbështetja në çdo lloj ane, domethënë jo, po sa ai është këngëtar, ç'a lidhje ka ai këngëtari me atë? Po shu pranis. Ky është kështu e mirë, lëri të gjithë pastaj, lëri të bëjnë çfarë duan. Jo, ai është biznesmen, nuk ka lidhje. Ai tjetri, ai ka shitur armët, po ai ç'a faj ka ai aty? S'ka lidhje, ai si ka vrarë vetë me dorën e vet. Ai ngjoni veten ç'a thoni apo pritë. Kur kanë vajtur postera të Rita Orës e të Bebe Rexhës me këto buskuqe budalliqe që dilin në Serbi, janë ngrisur edhe janë share me Dua Lipra edhe me këto që i zhysin në komente në Instagram. Janë nxin jetën, një lloj urrëtie kolosale. E nuk i shkon në mendje një artisti shqiptar të vejë në Serbi. Ne jemi ne jemi ignorant në çdo lloj mrokulle, që më fal që po shaj edhe unë tash, që më duket sikur po shaj veten time prap. Kur vjen puna për të marr Goranin, e ta sill aty, jemi open minded ne, se ne do jemi ata që do marrim atë hapin e parë, që do e ndryshojmë.
që do sjellim risi. Pse të jemi ne me urrëtie si serbët? Po të jemi më të mirë, të tregojmë më të mirë me ata, ta marrim atë që kanë bërë ato himnet e atyre. Ka dashur apo s'ka dashur fare ti. Duhet kishte bëjë një deklaratë ai të vinte me zemër të mirë në Shqipëri. Këtu jemi shumë ndi hapur. Po kur dalin ta pseudo besimtarët që që i kërcënojnë të tjerë me vdekje, pa aty nuk bëhet. Aty jemi konservatorë më të mëdhenj. Pa aty nuk bëhet. A kanë ndo pak sens kjo? A jam unë i 10.000 person që mendoj të kështu, domethënë, ose unë kam luajtur mendsh, nuk e di pse. Po nuk është normale me burrë. Kjo është nuk e di çfarë them, të ri të mendoj sa të dua, domethënë nuk ka gjej dot sensin, domethënë nuk e di, edhe ata rob që mendojnë ashtu nuk e di se çfarë përfitojnë. Do doja me shumë dëshirë të isha për një ditë në mendjen e tyre, isha mendoja që dale, sot jam në kokën e këtij, unë sot do kuptoj që si mendon ky, që mbase e kuptoj. Mbase mund të arrijë që t'ia gjej një fije, domethënë që të arrijë të argumentoj me. Është pa mundur më, nga kthej nga çdo lloj ane. Fatkeqësi është zakonisht shumë e madhe. Keqardhje për ata që nuk e kuptojnë. Sa e dëmshme që është kjo. Buçim në bu, CHI. Bu, CHI podcast.